إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الله جل جلاله أفلندرويم vetëm atë e madhërojmë dhe adhurojmë dhe vetëm prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Selamet, salavatet mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam i dërgojmë, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata rrugën e të cilit deri në ditën e gjykimit e ndjekin dhe pasojnë. Të nderuar vëllezër besimtar, të nderuar xhamatli, prej cilësive të besimtarëve, të cilët i besojnë Allahu xhelle xhelaluhu dhe ditës së gjykimit, është se e besojnë në të fshehtën në të cilën Allahu xhelle xhelaluhu na ka paralajmëruar për të në Kur'an. E prej të fshehtës është edhe besimi në xhennetin edhe në xhehenamin. Xhenneti dhe xhehenami është hak, vëllezër të nderuar. Edhe çdo besimtar e ka hak që të besojë se Allahu ka krijuar xhennet për ata të cilët bëjnë punë të mira dhe ka krijuar xhehenam për ata të cilët e meritojnë dhe dalin para drejtësisë së Allahu xhelle xhelaluhu dhe meritojnë dëshkimin. Andaj thot Allahu xhelle xhelaluhu në surën Bakara, në fillim të surës Bakara, kur i përmend cilësitë e besimtarëve, thot Alif Lam Mim Zalikal Kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. Thot me të vërtetë ky libër nuk ka dyshim as pak në të, i cili është udhëzim për të devotshmit, alladhina yu'minuna bil ghaib, ata të cilët i besojnë të fshehtës. Andaj prej cilësive të besimtarëve është me besu Allahun hak, me besu xhenetin hak, me besu xhehenamin hak, me besu llogarin dhe ringjalljen hak, me besu peshorët që Allah i vendos ditën e gjykimit prej me i mat veprat hak, me besu siratin hak. Dhe ai i cili i mohon këto nuk llogaritet prej besimtarëve, nga se ka mohuar ajete dhe qindra ajete të cilat Allahu e ka përmendur dhe e ka pohuar ekzistencën e zjarrit e xhehenamit. Andaj të nderuar vëllezër, prej synimeve finale që besimtari është të ketë në këtë dunja, është edhe të arriturit kënaqësisë e Allahut dhe të arriturit e futjes në xhennet dhe të shpëtuarit nga zjarri i xhehenamit. Kjo është synimi final me të cilën duhet ta synojë çdo besimtar, që të shpëtoj nga xhehenami në ditën e gjykimit. Nga se kjo ishte preokupimi më i madh i sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Njerëzit më të dashur pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, njerëzit më të devotshëm të cilët ecën nëpër tokë, preokupimin më të madh kishin se si të shpëtojnë prej zjarrit të xhehenamit. Andaj Abu Bekri radhiyallahu anhu transmetohet, i cili shpeshherë e ndëgjonin duke thënë nga frika e takimit me Allahun, edhe pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përgëzonte me xhenet, edhe pse Allahu zbriti ajete për të cilat tha radhiyallahu anhum wa radu an, Allahu është i kënaqur me ta dhe ata janë të kënaqur me Allahun. Megjithatë Abu Bekri radhiyallahu anhu frikej, saqë thoshte ndonjëherë sikur të ishte një pemë apo një gjeh të cilën e hajnë kafshët dhe mos të ekzistojë fare. Kurse Omeri radhiyallahu anhu ka thënë më mirë për mua do të ishte
që të shpëtoja prej zjarrit të xhehenemit, edhe nëse nuk do të shpërblehesha hiç, vetëm me e ditë se shpëtoi prej zjarrit të xhehenemit. Kurse Osmani radhiyallahu anhu, kur ofronte ndonjë varrit, thoshte frikën më të madhe e kam që nëse vendosem ditën e gjykimit para apo mes xhenetit dhe xhehenemit, dhe nuk e di se për ka kam jamojt, se për ka kam e ndërgu Allahu xhelle xhelaluhu, thot kisha dëshiruar në ato momente me qenë dhejë dhe hi, dhe mos të ekzistoja. Vëllezër të ndershëm, nëse këta sahabët e mëdhaj, të cilët kontribuan dhe sakrifikuan çdo gjë që kishin për Allahun xhelle xhelaluhu dhe për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, u përgëzuan me xhenet, megjithatë e kishin gajle dhe dërt zjarrin e xhehenemit, ku jemi na dhe si jemi na me imanin ton dhe me besimin ton. Andaj do të mundohemi shkurtimisht që në këtë xhumat i përmendim disa prej shkaqeve kryesore të cilat na ruajnë nga zjarri i xhehenemit. Ato janë të shumta, mirë po na do t'i përmendim vetëm disa që janë më të rëndësishmet. E para prej tyre, të nderuar vëllezër besimtar, është realizimi i fjalës la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Çfarë do të thotë me realizu fjalën la ilaha illallah? Fjala la ilaha illallah ka peshë të madhe. Allahu xhelle xhelalu me këtë fjalë i dërgoi gjithë pejgamberët. Allahu subhanahu wa taala për këtë fjalë dërgoi libra. Allahu xhelle xhelalu për këtë fjalë që vetëm ai të adhurohet në tokë, krijoi xhenet dhe xhehenem. Andaj fjala la ilaha illallah do të thotë se nuk meriton dhe nuk duhet të adhurohet askush tjetër përveç Allahu xhelle xhelalu. Dhe të largojmë dhe të ikimi dhe të largohemi shirkut, bërjes ortak të Allahu xhelle xhelaluhu. Allahu subhanahu wa taala na ka porositur në Kur'an dhe na ka urdhëruar duke thënë wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. Dhe adhuroni Allahun dhe mos i bëni shok atij. Kurse Allahu xhelle xhelaluhu ku foli për shirkun dhe ortaklëkun, tha inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Me të vërtetë Allahu nuk pranon, nuk fal që t'i bëhet shok atij në adhurim, dhe fal çdo tjetër gjë përveç shirkut nëse don Allahu xhelle xhelaluhu. Pastaj gjithashtu Allahu xhelle xhelaluhu tha në Kur'anin Kerim, innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Me të vërtetë ai i cili i bën shirk Allahut e rënon fjalën la ilaha illallah, nga se të bërit shirk e Allahut, do me thonë se e ke rënu bazën e besimit. Njësimin e Allahu xhelle xhelalu për të cilën Allahu i ka gju pejgamberët dhe gjithë pejgamberët kanë thirrë në të. E me i bën shirk Allahut, Allahu po thotë se ai e ka haram xhenetin dhe vendi i tij është në zjarr të xhenemit. Andaj të nderuar vëllezër, muslimani duhet të ketë kujdes që të largohet prej shirkut dhe të gjitha llojeve dhe bystytnive të cilat të çojnë në shirk. Andaj muslimani nuk guxon ti mbështetet askujt tjetër përveç Allahut. Muslimani nuk guxon ti kërkoj dikujt ndihmë për të cilën nuk ka mundësi askush përveç Allahut. Muslimani nuk guxoj që të kërkoj bereqet as prej varrit, e as prej rruzave, e as prej penit, e as prej syrit të plastikës i cili është ndoshta prodhim i kinez. Nuk guxon që zemra e tij të lidhet për atë dhe të mendoj që ai sjell bereqet dhe ai e mbron familjen e tij prej mysyshit. Nga se kjo është prej veprave të shirkut dhe e çon në zjarr të xhenemit. Andaj duhet të ketë kujdes që muslimani të mos lidhet për gjëra objektive të cilat ja rrezikojnë besimin dhe e çojnë në zjarr të xhenemit. Qoftë edhe ai ndonjë hekur ose ndonjë patku i drisht të cilën e vendos para derës së shtëpisë të tij duke menduar se ai e ruan prej mysyshit. Me të vërtetë kjo ja rrezikon fjalën la ilaha illallah. Kjo ja rrezikon tauhidin. E nëse ai mendon plotësisht se ai e mbron prej mysyshit dhe gjërave të këqija, i ka bën shirk Allahu xhelle xhelaluhu. Dhe e ka rënë namazin e tij të cilën e ka fal, dhe e ka rënë agjërimin e tij të cilën e ka agjëru, dhe i ka rënë të gjitha veprat e tij dhe ai do të jetë në zjarr xhenemit, Allahu na ruaj. Andaj kësaj duhet mi pas kujdes që është prej shkaqeve që na ruajnë që mos përfundojmë në zjarr të xhenemit. Për ata transmeton Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu se në ditë ishte hipur në kafshë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: "O Muadh, a e din se cili është haki i Allahut për besimtarin, për robin e tij, dhe cili është haki i robit ndaj Allahut?"
Muadhi radiallahu anhu tha, Allahu dhe i dërguar i tij e di më së miri. Tha, haki Allahut është, e drejti Allahut është që robrit me adhuru atë dhe mos mi bën shok atij. Kurse haki robit tek Allahu, të cilin e ka të drejtë, është që Allahu mos ta dënoj atij i cili nuk i bën shirk Allahut xhelle xhelalu dhe vjen me fjalën la ilaha illallah, te pastër me tauhid, me njësim ndaj Allahut ditën e gjykimit. Kjo është vëllezër të ndershëm njëra prej veprave dhe shkaqeve që na ruan prej zjarrit të xhenemit. Pastaj prej shkaqeve të cilat na shpëtojnë dhe na ruajnë nga zjarri i xhenemit është pasimi dhe ndjekja e shëmbulltyrës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të cilën Allahu xhelle xhelalu e dërgoi shpëtimtar, të cilën Allahu xhelle xhelalu e quaj përgëzues dhe qortues, që t'i largojë njerëzit nga devijimi, që t'i largojë njerëzit nga traditat e prishura dhe nga adhurimi i idhujve, dhe t'i nxjerr ata në udhëzimin dhe dritën e Allahut subhanahu wa taala. Andaj thot Allahu, wa ma ataakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Atë të cilën ju jep i dërguari i Allahut merrni, kapnu për to, dhe atë prej të cilës ju largon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, largonu prej saj se nuk ka hajër. Andaj Allahu xhelle xhelaluhu e lidhi ngushtë dashurinë ndaj tij me pasimin e sunetit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahu xhelle xhelaluhu, kul in kuntum tuhibuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Dhe thuaj ti o Muhammed, se me të vërtet nëse me doni mua, thuaj atyne, nëse me doni mua Allahun, atëherë pasoni mua, pasoni Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, nga se Allahu kështu do t'ju fal juve mëkatet tuaja. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. I gjithë ummeti im do të hyjnë në xhenet, përveç ata të cilët refuzojnë. I than, wa man ya'ba ya Rasulullah? Dhe kush refuzon mos me hyn në xhenet ai duri Allahut? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, wa man ata'ani dakhala al-janna wa man asani faqad aba. Ai i cili më pason mua dhe më ndjek mua, urdhat dhe ato të cilën jam ardhur me të, do të hyjë në xhenet. Dhe ai i cili më refuzon mua dhe më bën gjunah mua duke mos ndjekur rrugën time, ai vetëm se ka refuzuar që të mos hyjë në xhenet. Andaj Imam Maliku, dietari i madh i hadithit, dietari i madh, imami i madh i Medinës, tha, suneti i ngjan anijes së Nuhit. Pasimi i sunetit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i ngjan anijes së Nuhit. Ai i cili hyb në të shpëton, dhe ai i cili nuk i bashkangjitet kësaj anije do të mbytet dhe do të shkatërrohet. Pastaj, të nderuar vëllezër, prej shkaqeve të cilat na ruajnë nga zjarri i xhenemit dhe na shpëtojnë ditën e gjykimit, janë veprat e mira, e prej tyre namazi. Prej tyre më e kryesorja pas fjalës la ilaha illallah është namazi. Dhe kjo është prej cilësive të besimtarëve që Allah i ka përmend në Kur'an. Thot Allahu xhelle xhelaluhu, innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Me të vërtet besimtarët e sinqert janë ata të cilët ku ju përmendet Allahu, ju dridhen zemrat e tyre. E kur ju lexohen ajetet e Allahut, Kur'anit, atëherë ju shtohet atyre imani. Allahu pastaj tha, wa ala rabbihim yatawakkalun, dhe Allahut i mbështeten dhe nuk i mbështeten askujt tjetër. Pastaj Allahu tha, se cilësia e këtyre besimtarëve është se alladhina yuqimuna as-salah, se ata e falin namazin. Sepse ata e falin namazin. Gjithashtu Allah në suratul Mu'minun, kur i përmeni cilësitë e besimtarëve, tha, walladhina hum ala salatihim yuhafizun, dhe ata të cilët ndaj namazit e tyre janë të kujdesshëm. Andaj dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të nderuar besimtar tha, gjëja e parë me të cilën do të llogaritet, do të myret në pyetje robi për ibadetet e tij në ditën e gjykimit, është namazi. Nëse namazi i tij është në rregull, atëherë çdo gjë pas namazit do të jetë më e lehtë. E nëse namazi i tij nuk është në rregull, nuk i ka plotësuar si duhet, nuk i ka falur të gjitha namazet si duhet, atëherë çdo send do të jetë për to humbje dhe shkatrim. Allahu na ruajt. Andaj dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për na çortuar dhe për na treguar se çfarë dënimi ka ai i cili nuk e fal namazin, dhe se me kë do të jetë në ditën e gjykimit. Një ditë për ditë është përderisa u përmend namazi në mezhlisin e tij, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, men hafadha alaiha, kush e ruan namazin e tij,
do të ketë në ditën e gjykimit dritë, do të ketë në ditën e gjykimit argument, dhe do të ketë në ditën e gjykimit shpëtim për to. E nëse ai i cili nuk e ruan namazin e tij, as nuk do të ketë argument për Allahut, as nuk do të ketë dritë në ditën e gjykimit, mirë po ai do të jetë me disa burra të cilët i kanë bërë zullum Allahut në këtë tokë. Zullumçart më të mëdha i ka përmend Allahu subhanahu wa taala, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në këtë hadith. Ka thënë do të jetë me Karunin, Firaunin, Hamanin dhe Khalaf ibn Khalifin. Të gjithë këta janë prej kokave të cilët e kanë mohuar Allahun subhanahu wa taala dhe i kanë mohuar pejgamberët. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po thotë se ai i cili nuk e fal namazin dhe nuk kujdeset për namazin e tij, do të renditet me këta njerëz, Allahu na ruajt. Andaj dhe prej porosive që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha në momentet e tij të vdekjes ishte as-salatu was-salat, as-salatu was-salatu wama malakat aymanukum. Namazi dhe atë të cilin e keni në pronësinë tuaj. Namazi dhe atë të cilin e keni pronësi tuaj. Kurse Omeri radiallahu anhu tha, la hadhun li fil islami liman taraka as-salat. Nuk ka hisë në islam ai cili nuk e fal namazin. Me çka dëshmon se ai adhuron Allahun subhanahu wa taala? Me çka dëshmon se ai e don Allahun xhelle xhelaluhu? Kurse ai priton me kokën e tij në sejdë dhe me i thon Allahut falem. Pastaj të nderuar vëllezër, prej shkaqeve të cilat na shpëtojnë nga zjarri i xhehenemit është të qëndruarit në fenë e Allahut. Ky din nuk kërkon Allahu prej neve që të adhurojmë Allahun vetëm një herë në javë. E as një muaj Ramazan dhe pastaj ta jetojmë jetën si dëshirojmë. Jo, Allahu ka kërkuar që besimtari të adhurojë Allahun prej momentit që zgjohet nga gjumi derisa të bije. Ta fal namazin, të kujdeset në kryerjen e obligimeve dhe në largimin e harameve. Andaj Allahu xhelle xhelalu tha, innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Me të vërtet ata të cilët thanë Zoti ynë është Allahu, e pastaj ju përgjigjen urdhat të Allahut, qëndruan në fenë e Allahut, Allahu po thot zbresin me laçën e momentin e vdekjes dhe i përgëzojnë alla takhafu wa la tahzanu. As mos friki, as mos bërziti, as mos tuti, dhe i përgëzojnë me xhenet. Allahu xhelle xhelaluhu na bëf prej tyre. Andaj një person, një sahabi shkoi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha, o dërguari i Allahut, ma thuaj një fjalë në islam, një përgjigje që s'ka nevojë me e pyet askon këtë dunjë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha, thuaj amantu billahi thumma istaqim, thuaj kam besuar Allahun, pastaj qëndra në të. Andaj edhe prej fjalëve dhe duave që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më shumë t'i bënte në momentet e fundit të jetës së tij ishte, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. O ti cili i rrotullon në zemrat, forcoj zemrat tona në fenë e Allahut. Dhe kur e ndëgjoj Umu Salama, nana e besimtarëve, duke e bërë këtë du tha, i tha, oj dërguari i Allahut, a nuk të kemi besuar ty? A nuk të kemi pasuar ty? Dhe hala po frikesh që ne mund të devijojmë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha, me të vërtet, zemrat e robëve janë mes dy gishtëve të Allahut dhe i rrotullon ato si dëshiron. Dhe nuk ka siguri. Për ata, në momentet e fundit, Imam Ahmedi i ra të fekit, i humbi vetë dija e tij, kurse i shqiptonte disa fjalë, hala, akoma. Kur i erdhë të dija e pyetën djemtë e tij, i than, o baba jon, o Imam Ahmed, çka u bë me ty që në momentet e agonis po i thush këto fjalë? Tha, shejtani dhe me përshperiti duke me than, shpetove o imam, shpetove Imam Ahmed, kurse une i thoja hala, nga se hala nuk jam dalë prej kësaj dynjas. Andaj lutim Allahun xhelle xhelaluhu, që Allahu të na forcojë në fenë e tij, që Allahu xhelle xhelaluhu mos na nxjerr nga këtë dyna vetëm se me iman dhe duke qenë i kënaqur me punët tona dhe veprat tona. Aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فت الله جل جلاله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
dhe pendohuni të gjithë tek Allahu, o ju besimtar, nëse doni të shpëtoni. Dhe kjo është prej veprave që duhet ta shoqëroj muslimanin vazhdimisht dhe gjithherë të penduarit tek Allahu dhe kërkimi faljes tek Allahu xhelle xhelaluhu. Nga se vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thonë të sahabeve: pendohuni dhe kërkoni falje tek Allahu, se me të vërtet unë kërkoj falje dhe pendohem tek Allahu më shumë se 100 herë në ditë. Këta po e thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili kishte gjunat e tij të falura. E çka është puna jonë dhe si është siguria jonë se Allahu na i ka fal apo s'na i ka fal mëkatet tona. Andaj cilësia e besimtarit është dhe të penduarit vazhdimisht tek Allahu xhelle xhelaluhu, në mënyrë që Allahu na i fal gjunahet, në mënyrë që Allahu të i drejtoj zemrat tona, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: i gjithë bitë e Ademit janë gabimtar, mirë po më i miri prej tyre është ai i cili pendohet. Andaj elusmi Allahun xhelle xhelaluhu që Allahu na i fal mëkatet tona. Elusmi Allahun xhelle xhelaluhu që të i ruaj zemrat tona nga devijimi. Elusmi Allahun xhelle xhelaluhu që Allahu të shëroj të gjithë muslimanit musliman, që Allahu xhelle xhelaluhu të më shëroj të vdekurit tan. Inna Allahu wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Rabbana la تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.